E dini se omega-3 më së shumti përmbajnë sardelet, do me thonë, jo salmoni, por sardelet. Një ndër ushqimet që preferohen jashtëzakonisht shumë për fëmijë, për gra, sidomos ato në para dhe menopauzë, janë sardelet. Unë i gjeta në taunita të freskëta, kështu që po ju tregoj veprimin, edhe nuk e kanë çmimin e lartë, kështu që gjitha të mirat i kanë. Po ju tregoj veprimin se si pastrohen. Mund t'i leni me kokë ose pa kokë. Unë bletët. Unë po ja largoj kokën, kështu. Dhe vetëm në këtë mënyrë e shtyni me gisht, janë të buta, sepse janë të vogla shumë. Shikoni, e shtyni deri në fund dhe bashkë me kurizin dalin edhe mbeturinat nga barku. Shikoni kurizin. Mund edhe t'ja leni kurizin, sepse edhe kurizi mund të konsumohet lirisht, dhe ja. Unë këto tjerat veç i kam gati, në mënyrë që ta kursejmë kohën televizive, po vazhdoj edhe më një, mënyrë që ta keni sa më të lehtë, do me thonë, e qelni kështu, e tërheqni, ja largoni kokën krejtësisht sipas dëshirës, me ose pa kokë, e shtyni deri në fund, kështu, dhe ja largoni kurizin. Krejt e thjeshtë. E tash. Anën tjetër, do t'i bëj në furrë. Zakonisht këto konsumohen në shumë vaj që të bëhen crispy apo kërc-kërc. Mirë po, unë po e përdorim mënyrën time të gatimit gjithmonë më të shëndetshëm. Spari, letrën e kuzhinës e mbuloj me pak vaj ulliri. Këtu shtoj krip dhe piper, do me thonë asgjë tjetër. Përzihet mirë dhe i futni sardelet në kese, ose i bëni një nga një. Nëse keni kohë dhe nerva, një nga një e kaloni në mill. E mbyllim mirë dhe e shkundim kështu, derisa secila ta merr brumin, millin. Qa. Shikoni çfarë procesi i thjeshtë. Gati. Tash i vendosim mbi letër kuzhinës, mbi vaj. Nëse bëni pyetje pse kështu, pa tepsi, sepse tepsia është duke u ngrohur në furrë brenda, është e domosdoshme, mënyrë që sapo të hyjë në furrë menjëherë ta kenë temperaturën e lartë. Ja dhe e fundit, prap vaj sipër. Dhe direkt në furrë mbi tepsinë e ngrohur mirë. E takohemi pas pjekjes. Shohim se si na bëhen sardelet. Edhe pak vaj sipër.
Ja dhe sardelet. E ku ka më kërc apo më krispit. Shikoni, është shumë kërc. Kështu që metoda më e mirë, më e shëndetshme për t'i pjekur jo në vaj. Atëherë vetëm një servim t'ju bëj. Shikoni sa janë. Nuk di a mund dëgju kështu sa kërc janë. Shikoni. Eta është drejt në servim. E sardelet nga Adriatiku këtu të ne, zakonisht servoj me lëng limoni ose me vaj ulliri. Këtu kam limon, hudhër, majdanos dhe vaj ulliri. Është njëra nga salsa që unë e preferoj shumë, kështu që është opsionale me çfarë do që t'i hani, t'i konsumoni. Vetëm i shtoni të gjithë përbërësit, recetën do t'a keni. Dhe i bluani. Tash është pak më kremoze, për arsye se ka qëndru në frigorifer. Vaji i ullirit origjinal gjithmonë ka tendencë që të forcohet. Kështu që për atë arsye ka këtë pamje, për ndryshe ta shkrihet. Ja pra miq, një ide më tepër, ta kemi detin afër, nga ta Unita na mundson këtë ushqim, të cilin na sjell të freskë nga Shqipëria këtu në Kosovë. Kësaj radhe sardele me omega 3, me shumë omega 3. Takohemi nesër me recetën e radhës. Mirëmbëjtje miq.